Pardon my French. Hello. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Pardon My French, mirë se vini edhe këtë të mërkur. Do të kemi shumë për të folur sot, por kemi zgjedhur një fokus, në fakt, një fokus që ka të bëjë me shenjat e horoskopit. Tema jote e preferuar për ty e zgjodha, duke qenë se jemi drejt fundit të këtij sezoni. Tam ta mbyllnim pak kështu me astrologji, por në pjesën e dytë të ditës së sotme do të kemi një super artiste, një vokal shumë të bukur të muzikës shqiptare, është Vesa Smolica, e cila do të na bashkohet, por përpara se të kalojmë tek rubrikat edhe tek të ftuarat tona, po që kishe të drejti, Moreniko. Po që e bashkua Mateo me Rikenon, Moreniko. Nga java në javë. Na blen kpuca do tani. Si bëhet ajo gjë? Çana detyrohen. Ata ndoshta ishin dhe në ujëra të mira, ne thjesht tham një mendim. Zemra nuk e di, unë di që ne tham dy ditë më vonë ndodhi. Ne në këtë studio shpresuam që ata të ribashkoheshin, duke u nisur edhe nga gjitha komentet që marrim her pas here dhe vëmendja që ata kanë si çift. Duke ditur tani që njëri është dem, tjetri është dash, do më duhet tani astrologja të di, të mësoj si do t'i shkoj këtyre shenjave që të kuptoj unë logjikën e çiftit. Po, mirë janë me sa diun. Ti tani do ta marrim vesh. Do ta marrim vesh tani, unë dua të marr vesh sa lek do marr këtë verë. Edhe unë e kam shumë të rëndësishme këtë pjesën. Tepër. Kështu që kemi një puntat sot e cila ka të bëjë pikërisht me këto. Do të flasim për astrologji dhe për muzikë në pjesën e dytë. Ti ke pasur një javë të mirë, me sa kam parë. Kam pasur një javë të mirë. Tepër të mirë, pozitive si gjë. Të shizon topi vazhdoi dhe me dramat e tua. Unë nuk bëj drama. Janë gocat shumë dramatike. Unë si Niko jam thjesht një njerëz i qetë dhe i mirë. Po vajzat janë dramatike shumë, po kaloj shumë bukur. Me të vërtetë. Kështu që po e shijon, kjo ka rëndësi. Po e shijoj dhe kur mendoj që për një muaj e ca mbaron ky rrugtim udhëtimi. Trishtohem shumë. Po sezoni tjetër, Niko. Mos bëj kështu. Do të shkëputemi për pak publicitet dhe muzikë në Top Albania Radio dhe do të vim në studio me Denisa Shyle, një super astrologe e cila do të na parashikojë dhe do të na thotë se si do të jetë kjo verë për të gjitha shenjat, por jo vetëm kaq, edhe pak për futbollin, cili nga ekipet është më favorit, duke u nisur nga titullarët e tyre. Pas pak. Rikthehemi sërish kësaj radhe, nuk jemi vetëm, jemi bërë 3 në studio, siç ju premtuam. Kemi një ndër astrologet më të spikatura dhe është Denisa Shyle. Mirë se vjen në Pardon My French në Top Albania Radio. Për herë të parë live. Mirë se u gjeta. Kolegja ime, astrolog. Jam dakord. E kam konfirmuar. Si ke qenë? Kam qenë mirë. Kjo verë. Jemi foton në stinën time. Jam nga Fore, kështu që jemi mirë. Ti e kalove? Po, i binjaku, por unë adhuroj, vazhdoj adhuroj verën, vazhdoj mendoj se jam një çun deti dhe që kam lindur kur vjen dimri them jam në vend të gabuar. Ke qenë një Poseidon në jetën tënde. Zemra s'ka që edhe një sardele të kem qenë me rëndësi që kam qenë brenda detit. E rëndësishme është që është djalë detit. Denisa, ne të kemi ftuar sot për të bërë jo vetëm një parashikim për të gjitha shenjat, nuk e di pse ka kaq shumë kuriozitet. Ka shumë kuriozitet. Të ngopem. Kemi qenë një herë në transmetim dhe po bënim diçka të tipit 4 shenjat më me fat sa i përket dimrit dhe dham publicitet dhe mbetëm tek akrepi. Na ka marrë Soni Mala në telefon. Mbarojeni akrepi se do zbres nga makina. Është shumë interesante se si njerëzit, ndoshta edhe ata që nuk besojnë fare në astrologji, her pas here e klikojnë, e shohin, kanë një farë kurioziteti. Unë të vërtetë nuk kam pasur ndonjë interes për astrologji dhe horoskopin para se të filloja të merresha me këtë punë, por po si erdhi të këtu, jam shumë kurioze. Kisha shumë pyetje brenda vetes, të cilave ju dha përgjigje nëpërmjet profesorit tim, domethënë që në atë kohë nuk ishte ende profesori, dhe duke ndjekur atë, fillova të kuptoja që përgjigjet që unë dëshiroja mund të merrja aty dhe vërtet që përgjigjet si për shembull ekzistenciale ose pse ndodhin disa gjëra. I marrën shumë shpejt përgjigjet nga astrologjia, sepse gjithçka shkak pasojë, po atë shkakun asnjëherë nuk e kuptojmë sepse arrim që ta shikojmë figurën të vogël ose ta shikojmë në mikro, ndërkohë që astrologjia na ndihmon që ta shikojmë në makro, si edhe jep të përgjigje shumë
le të themi ekzistenciale në këtë pikë, ndërkohë që ajo çfarë mua më ndihmoi në të ardhmen ishte që të pranoja shumë kushte që ndodhin në jetën time dhe si rridhoj të mund edhe të këmbgulja në rrugën që ndoqja më vonë, që ishte astrologjia. Përveç kësaj, ajo çfarë kam vënë tek rrethi im shoqëror dhe njerëz që nuk kishin as pak, domethënë, interes për astrologjinë, filluan që ta shikonin me atë sy, sepse me sa duket paska më të ndikim. Dhe ke në fakt. Ne sot do të flasim për se si do të jetë kjo verë për shenjat në përgjithësi, por në fund kemi lënë një hapësirë për evenimentin e kësaj vere që është kampionati botror i futbollit. Do t'i tregoj Denisës shenjat e motospikatorëve të këtij kampionati, po kemi ca kështu kontradikta, aty nuk e di a do ja dalim deri në fund, por do duhet të bëjmë një parashikim. Ne jemi në fund në fakt të këtij sezoni, na ka mbetur edhe një tjetër puntat, kështu që vendosëm që t'i lëm një shije të mirë audiencës së Pardon My French, duke parë se si do ta kenë verën. Duhet të përgatiten, për çfarë duhet të përgatiten? Nëse ka drama në jetën e tyre të marrin masat e duhura. A merren masat ndonjëherë dhe kur jep këshilla? Merr. Vërtet? Madje edhe kur shpjegoj gjithmonë, domethënë horoskopin e shpjegoj që kemi këtë, por mund të bëni këtë. Madje ka rënë po. Merreni parasysh. Patjetër. Domethënë arsyeja që ekziston astrologjia, kjo është një sistem alarmi, nëse përdorim ashtu siç duhet, mund të marrim masat dhe mund të shmangim problemet. Ka gjithmonë probleme të pashmangshme, por edhe për ato përgatitemi të fakt. Jemi të përgatitur. E nisim me dashin. Okej, shenja e dashit është vërtet shenja e favorizuar e kësaj vere, ka një ndikim shumë pozitiv, po, shumë pozitiv. Tema se pozitiv. Pse u çuditë ti? Sidomos në lidhje me çështje sentimentale, në krijimin e diçka të re, të projekteve të reja të cilët sjellin lumturinë në jetën e tyre, pak a shumë heqin dorë nga çdo negativitet që kanë në jetën e tyre. Këtu përfshin edhe personat negativ. Prandaj edhe futen në një fazë ku vetëm rriten tashmë. Bëhen pozitiv edhe këta negativët. Jo, thjesht i heqin nga jeta e tyre, ose nuk i përfillin më. Okej. Bravo Dashit. Jo, Dashi ka qenë i lodhur për një periudhë shumë të gjatë, prandaj edhe tashmë ka kuptuar se çfarë ka rëndësi si rridhë, mban vetëm ato në jetën e tyre, pak më tepër që ka një mbështetje shumë të madhe. Mbështetja më e madhe në të vërtetë do të vi pas datës 30 qershor, kur të kalojë Jupiteri tek shenja e Luanit. Atëherë kemi një zgjerim edhe në fatin e tyre. Kjo do të thonë që mund të kenë fat në lidhje me çështje sentimentale që përmendëm në fillim, por po ashtu edhe për të kryer begati. Dhe plus bën persona me shumë autoritet. Pra puna që ata kanë bërë deri në këtë moment thonë të bëjmë tepër në sy, po. Demi, që nga mirë Dashi këtë. Demi mua s'm intereson, mund ta bëja skip si shenjë. Jo, mua më intereson se jam ascendent të preferuar. Demi? Do me thonë, edhe ata që e kanë ascendent duhet të dëgjojnë me vëmendje? Duhet ta dëgjojnë me më tepër vëmendje. Okej. Me më tepër vëmendje. Atëherë, shenja e Demit në këto momente ka pak kriza. Kriza vjen tek marrëdhëniet familjare, tek vendi i punës, sepse mund të duan që të ndryshojnë, por nuk po gjejnë elementet e duhur ose vendin e duhur, le të themi. Po ashtu edhe në marrëdhëniet që kanë me partnerët e tyre, është krijuar një 4 këndësh në këto momente tek shenjat fikse, po, dhe kjo sjell shumë sfida në jetën tonë, por këto sfida në të vërtetë krijojnë që ne të gjejmë rrugën tonë të vërtetë. Pra mbyllim disa cikle karmike dhe fal kësaj kemi mundësi që të krijojmë diçka të re. Për shenjën e Demit të gjitha këto po ndodhen për të rregulluar stabilitetin brenda shtëpisë, për krijuar dinamika të reja këtu, dhe për të gjithë ata që nuk kanë partner në jetën e tyre, të gjejnë partnerin e tyre të jetës. Pra një lajm i mirë për Demën, do gjeni partner këtë verë. Ti ç'ke? Binjakët. Erdhi më në fund. Demi. Skip Demi. Mbaroj kaq. Binjakët shenja më me fat nuk do ta thoja, po shenja që iku tersi. Iku vërtet. Pas ka lexuar o Denisa, pas ka lexuar ka ardhur i përgatitur. Nuk e kam marrë përgatitur, e di sa ters kam patur. Më kanë ecur gjëra të mirë si binjak, po sa ecë diçka, ndodh diçka tjetër. Si do jetë binjaku? Ajo ndikimi që sa përmendet tek Demi, që po e krijohet në këtë moment, e ka pasur binjakët, prandaj edhe vërtet që dilin përpara sfida. Ideja është këtu që kur na dalin sfida përpara, sistemi ose Zoti ne na sprovon që është e do apo se do vërtet të si gjë. Dhe tashmë në jetën e binjakëve kanë ngelur vetëm gjërat që ata i duan ose mund të qëndrojnë në jetën e tyre, prandaj edhe janë futur në fazën ku gjithçka zmadhohet. Duke qenë se Jupiteri do të kalojë tek shenja e Luanit, kjo do të thonë që komunikimi ose
profesionet që merren me komunikim, në këto momente do të kenë një shkëlqim shumë të madh, pak më tepër plus kësaj, duke qenë se kemi Plutonin në grad pozitive me Uranin që është i vendosur tek shenja e binjakëve. Kjo do të thënë që janë persona të cilët janë shumë më tepër larg pamës, kanë një horizont shumë më të gjerë dhe nuk shikojnë më pengesa, shikojnë vërtet synimet e tyre që kanë dhënë dhe arrin që të realizojnë ato sepse janë vërtet shumë herë më tepër të përgatitur për ambientin që na rrethon në këto momente, që është ambienti i teknologjisë, është ambienti i përparimit. Prandaj dhe janë një nga shenjat e cilat do të avancojnë shumë. A kemi probleme? Po, tash kalojmë te problemi, duke qenë se kemi një retrograd të Merkurit që do të vi fiks tani në fund të qershorit, është në datë 29 deri 24 korrik, pra 29 qershor deri 24 korrik. Kjo do të thonë që do të kemi probleme me memorien. Është një nga problemet më të rëndësishme e ka edhe kur nuk e ka Merkurin në retrograd. Është një problem që e kam edhe unë, kështu që ose më them kanë takuar Patrick Swayze, çfarë po thua? Dhe harroj që kanë takuar me vërtet. Në Shqipëri thot, domethënë nëse, kështu që kuptoj vetë situatën. Pra, do kemi probleme binjak të dashur me memorien kryesisht. Me memorien, në mënyrë që të shmangni këto probleme, do të këshilloj që të thonë domani shënime që të magnez. Magnezi po. Tani për te shakas. Edhe shënime. Mendon që kjo do na penalizojë binjakët apo është thjesht momentale dhe kalon? Është momentale. Retrograda e Merkurit gjithmonë ka këtë si efekt, ne duhet të ngadalsojmë dhe të vrojtojmë, nuk do të marrim vendim ose nuk do të veprojmë. Në momentin që ne e plotësojmë këto kushte, është periudhë pozitive në të vërtetë, sepse është periudhë që kemi shanse të dyta për gjithçka. Tani favorizimi në këtë studio i bëhet vetëm binjakëve dhe peshorëve, se do kemi pyetje ekstra për Denisës, përveç parashikimit të saj zyrtar, për të gjitha shenjat. Para do të keni? Kemi para? Po nga puna rritja në punë si para. Bravo, Niko. Do të çojmë pushime. Faleminderit Niko. Publicitet. Unë tash. Rikthehemi sërish, vazhdojmë me Denisën, e cila tha për binjakët që do të kenë lek. Niko më premtoi që do më çojë pushime dhe gjëra si këto. Po ku do shti? Do ta zgjidh një hartën. Ti jap gojen. Po Denisa çfarë përfiton me që do të ka lart personazh? Është problem, un kam zarfa të veçantë për Denisën. Oh, nice then. Jemi tek Gaforia. Jemi te unë. Jemi tek ty, jemi tek Lei Kraja. Te mami im. Te Olti Curri, Rozana Radi. Kush është tjetër Gafore? Shumë njerëz që na rrethojnë na duan të mirën, edhe pse neve ju nxjim jetën aty. Edhe po. E kemi Gafore. Po. Gaforia si parashikohet, Denis? Gaforia kalon periudhë të vështirë, ka kaluar me periudhë të vështirë, prandaj tani futet në fazën ku nëse është i aftë ose e aftë, arrin që të përfitojnë nga situata. Përfiton për të ardhur materiale sepse kemi një rritje vërtet shumë të madhe në këto momente dhe kemi mundësi për të ditur vlerën tonë dhe si rritoj ta kërkojmë atë. Duhet jemi shumë të përgjegjshëm edhe në mënyrën se si komunikojmë, por edhe në atë çfarë kërkojmë. Për më tepër, nuk duhet i lëmë gjërat pas dore në lidhje me shëndetin ton fizik. Kjo sepse në këto momente për shëndetin Gafor gjithçka po zmadhohet dhe mund të zmadhohen dhe probleme, sidomos për gjithë personat që e teprojnë me ushqimin, që asaj periudhë mund të kenë vërtet probleme në vartësi të ushqimeve të tepruara. Si mund të jetë kjo diabeti apo e gjëra të tjera që kanë të bëjnë me këto tema. Por shenja e Gaforës është një ndër shenjat që ka më tepër fat në këto momente. Shenja gjatë gjithë periudhës së verës do të kemi ndryshime të shumta, sidomos në lidhje me çështjet sentimentale. Është një shenjë që ka një prioritet më të madh këtu. Para do ketë the po. Para e thash. Dëgjove në fillim po. Dëgjove Rozana Radi, një palë pushime Niko, një pal i pres. Se Lejnë e kemi quar me pushime gjatë. Pushime Lej është në punë. Lej me pushime on top është në punë. Tjetër gjë specifike për Gaforen që duhet kemi parasysh? Tjetër gjë specifike për Gaforen, të gjithë personat të cilët dëshirojnë që të bëjnë dokumenta për të dalë jashtë shtetit ose për të rregulluar diçka në lidhje me trajnime, në mënyrë që të kenë edhe karrierën më tepër në vijë, është një ndër verat më pozitive, pra nuk do të këshilloj që ta harxhonim shumë me pushime, siç e thatë edhe ju, do të këshillojmë më tepër që të investojmë tek jeta jonë profesionale. Okej, super Gaforia. Tani kemi Luanin. Si janë luenërit? Atëherë, Luani ka një
verë, ose me themi pjesa e fundit e vitit, që fillon që nga vera tani, që nga data 30 qershor, është një periudhë ku shenja e Luanit mund të ketë rritje shumë të madhe, sepse ka një zërim shumë të madh që vjen nga Jupiteri që kalon tek shenjeti, por nga ana tjetër kjo vjen nëpërmjet sfidave. Duke qenë se njëti Jupiter do të ketë një kënd negativ me Plutonin. Prandaj edhe nëse ne jemi impulsiv, dhe nëse bjen prej egos ton, pra jemi krenar aty ku nuk duhet të jemi, do të prishim vërtet shumë punë vetes. Puna do të prishim në lidhje me marrëdhëniet e afatgjata, po ashtu edhe në lidhje me karrierën. Këtu do të krijojmë disa balanca ku ne mund të shkëlqejmë, por në të njëjtën kohë duhet edhe të dimë se si të ndihmojmë njerëzit që kemi rreth rrotull në mënyrë që të mos kemi probleme. Nga ana tjetër, pika ku kemi fat që vjen pak a shumë vetvetiu, është për të krijuar lidhje të reja. Në këtë moment është një që nga vere favorshme në përgjithësi për sentimentale është për të krijuar lidhje, për të martuar, për të bërë fëmijë, është një verë fantastike. Është mund ta përdorim në atë aspekt sepse është vera e tërës kjo. Prandaj dhe, duke qenë se jemi dhe gjatë retrograd, kurse do të jemi më të themi shumë shpejt, dhe do të kemi riktime nga eksat, këshilla ime do të ishte që jo me eksa, me next domethënë. Next luenar. Jo, nuk është. Është lajm i mirë, pra. Next luenar të dashur, mos e ktheni kokën pas. Vetëm për luenar rritesh. Është vlefshëm për të gjithë. Për të gjithë mund të kemi, domethënë. Prandaj, jo ex, po next. Next. Okej. Çfarë duhet të kenë kujdes? Shenja e Luanit në përgjithësi duhet të kenë kujdes që të mos e teprojnë me aktivitetin fizik. Duhet jemi shumë të vëmendshëm këtu. Kemi probleme ose mund të kemi probleme nëse eksagjerojmë me sistemin kardiovaskular, prandaj duhet jemi të vëmendshëm. Të vëmendshëm luenar. Jemi tek Virgo. Virgjëresha është pikërisht tani. Virgjërusha ti them, ose janë kështu si të mil. Kam disa njerëz në jetën time. I shërbejnë njerëzimit. Po, vërtet. Kam 3 njerëz të rëndësishëm në jetën time Virgjëresha dhe i dua fort. Më ka ndryshuar shumë konceptin e jetës. Edhe unë i dua shumë. Do të arrin që të na tregojnë disa detaje që ne e kemi të pamundur t'i vëmë re dhe na mbështesin vërtet shumë. Më shenja që një ndër shenjat që më pëlqen më shumë, shenjat e tokës në përgjithësi kam një simpati, siç po vini re. Je ujit, ne të ajrit. Më tokëzojnë. Okej. Në të ajrit s'na ka dhënë. Ne duam zjarro zemër. Për bisedime normal shumë pëlqen ju. Binjakët janë enciklopedik, kush nuk i pëlqejnë. Okej, Niko. Di për këdo dhe gjithçka. Po, Virgjëresha? Shenja e Virgjëreshës faktikisht për jeta ose kjo periudha negative për shenjën e Virgjëreshës do të mbarojë fiks në datën 18 gusht. Pas kësaj do të largohet nyja jugore e hënës, e cila na sjell probleme, sfida në jetën tonë, do të largohet, do të kalojë tek shenja e Luanit. Prandaj dhe për ta do në futet tashmë në periudhën ku mësimet e kemi marrë të arrim tek zbatimi. Për këtë arsye edhe sistemi, bota, Zoti i ndihmon në mënyrë që të arrim këtë. Dikime më të mëdha dhe më pozitive që kemi në këtë moment tek shenja e Virgjëreshës do të jenë në lidhje me realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve të tyre. Kjo është deri në datën 18, do të këshilloj që ta përdorin. Pas kësaj, nëse e kemi të përcaktuar do ta zmadhojmë më tepër, por nëse nuk e kemi të përcaktuar do të na duhet që të ndryshojmë komplet drejtim. Prandaj, të jemi shumë të kujdesshëm në vëzhgimet tona, ka rëndësi. Është e vlefshme si në lidhje me çështje sentimentale, por më tepër në këtë moment e kemi ndryshime në lidhje me karrierën. Kjo do të thotë që për shenjën e Virgjëreshës në këtë moment e kanë aftësi që të gjejnë karrierën që ata ju bëjnë më të lumtur. Pra nëse dëshironi të ndryshoni, është fantastike si periudhë. Marrin një ndihmë shumë të madhe sepse kam fajtur shumë për përsëris dhe kjo do të thotë që në këtë moment kanë mundësi që të ndryshojnë dhe të realizojnë jetën e tyre siç duan. Për sa i përket çështjeve sentimentale, këtu dua të ndaloj pak. Aty më rri. Po. Sidomos shenja e Virgjëreshës që ka pasur lidhje problematike në të shkuarën. Ekziston aktualisht në lidhje problematike ose ka një kohë të gjatë që nuk është brenda një lidhje. Po mendojmë për të njëjtin person? Ka rilindur ai person. Është fikna të pas. Është fikna të pas që rilind gjej personin e tij jetës, personin brenda me të cilën ndihet mirë, një person. E mbyll këtë lidhjen toksike që ka. Aman të lutem thuaj po. E mbyll Niko, që nuk ka mundësi. Nuk do të sakrifikoj pula më. Jo. Prandaj nuk ka funksionuar se ka qenë pula. Okej. Dhe diçka më e madhe. Do me thënë, jemi në rrugë të mirë, edhe për Virgjëreshën. Mund t'ju hapen shumë syt gjatë retrogradës së Mërkurit, që do të jetë tani nga data 29 qershor deri në 24 korrik. Duan apo s'duan ata do të përballen, do të përplasen në fytyrë, pra të gjitha të vërteta. Sa gjëra. Po. Ja, binjakët
retrogradi binjakëve bën diçka mirë i Merkurit. Po, Merkurit, po sepse ta përplas të vërtetën në fytyrë, të dhëm, po ti përballesh me të vërtetën. Po edhe Virgjëresha është drejtuar nga Merkuri. Po, prandaj edhe ju kuptojeni aq mirë. Kështu funksiononin përgjithësi. Prandaj mendoj që janë dy njerëz, paktën për binjakun, që nuk kanë probleme me të vërtetën. Jo. Nuk ka. Janë më të vërtetë se ç'duhet. Ka edhe njerëz që ja marrin të gënjej, domethënë. Nuk kanë nerva të gënjej. Ose nga që janë Denisa, nga që janë harraqër. Po, dhe thonë vërtet. Dhe thonë më mirë sa të dal bllov dhe nuk mbaj mend se çfarë kam thënë. Them të vërtetën se unë të gënjej për diçka dhe harroj për çfarë të gënjeva. Harroj. Edhe them për ton të gënjej sepse ku ish mban më gjithë ato që ti. Kemi mbetur tek Virgjëresha, pra kemi thënë 6 shenjat e para të zodiakut se si do ta kenë këtë verë. Kemi sërish një ndërprerje dhe rikthehemi për shenjat e tjera. Ja ku jemi edhe një herë, po qeshin këta të dy, se duke qenë se është radha e peshores. Të pyes pak, cila shenjë është më e pavendosur, unë e di. Peshorja apo binjaku, se thon binjakët të pavendosur, dy fytyrëshat pavendosur, ju nuk di. Peshorja. Binjakët evolojnë shumë shpejt, prandaj edhe duke sikur ndryshojnë mendimin, nuk ndryshojnë mendimin, thjesht ata këtej kalojnë shumë shpejt. Do me thënë ne jemi jo po, derisa vendosni po. Jemi 6-7 E di kur e kuptoj, kur jam duke bërë ndonjë zgjedhje përpara mundësive. Pra, nëse kam alternativa, o zot, nuk di. Më kap stresi. Por porosit, për shembull, online për të ngrënë, jo veshje, për të ngrënë, po nohesh. Po edhe veshje, e zgjedh njërin më në fund dhe kur ikin në shtëpi them duhet kisha marrë atë tjetër. Jo, unë këtë se kam për shembull. E di pse kam inat cikletë, them gabova. Ose vendos me të parën, ose dua 2 orë që të marr një vendim. Kam një histori, nuk e di sa kohë kemi në lidhje me një shoqen time e cila ishte peshore dhe duhet të zgjidhte veshje kur ishim unë kam jetuar në Stamboll. Jo, kam jetuar në Stamboll për një kohë gjatë, ajo vinte herë pas here, vizitë. Dhe ndërkohë bënte edhe pazaret. Është një rrugë shumë e gjatë në Stamboll, quhet Istiklal, dhe zgjat pothuajse për të ecur. Pra, nga fillimi deri në fund, pa ndaluar në asnjë vend, zgjat më tepër se gjysmore. Po. Ajo pa një palë xhinse në fillim të rrugës. E shkom deri në fund dhe u kthye mbrapsht, ikëm përsëri dhe e kam marrë në xhiron e saj të 4 të njëjta xhinse. E besoj shumë që ndonde Denisa. Jo. Ose vendos me të parën, ose dua këtë xhiron 4 herëshe. Shqyr vendosa për dashurinë. Po zemra. Me i ke rënë pikët, pam. Është ka? Tak. Gjëra të rëndësishme i vendosni domethënë. Po, kjo është më e rëndësishme. Domethënë jemi në dilemë për gjëra kështu që nuk na ndikojnë në jetën tonë. Por ndikojnë ne të tjerëve. Ju acarojmë sistemin nervor. Nuk doja ta thoja, faleminderit që. Binjak. Jemi tek peshorja. Atëherë shenja peshorës ka pak a shumë të njëjta tematika siç e përmendet tek shenja e Virgjëreshës, por ndikimi më i rëndësishëm në këtë moment tek shenja e peshorës është sepse po ndryshon mënyra se si ata e konceptojnë jetën e tyre, sepse duhet të krijojnë një farë stabiliteti në këtë moment. Stabiliteti ekziston tek puna dhe tek shtëpia. Shtëpia ndikohet shumë herë më tepër në këtë moment, por në mënyrë që të krijohet stabiliteti ekonomik në shtëpi, duhet edhe puna të jetë mirë, me logjik. Prandaj edhe kemi rregullimin të vërtet, sepse kemi realizimin e ëndrave. Ua, Denisa, çfarë më the? Faktikisht pyetja që më drejtove para se të futeshim në program, do të fitojmë para shenja peshorës. Në qoftë se ëndra juaj përsëris në të njëjtën formë. Nëse ëndra juaj është të fitoni para, po, gjatë kësaj vere fitoni shumë para. Është një ndër realizimet më të mëdha sepse siç e thash, ju duhen para për të kryer stabilitetin që ju dëshironi. Që të bleja të shtëpinë që ëndër. Sidomos nëse është për të bler shtëpi, po. Është. Denisa, çam the, dy qerasje sot. Okej, jam e lumtur. Okej. Çfarë duhet të kemi kujdes? Gjërat që duhet të keni kujdes. Një në radhë të parë, duke filluar nga data 18 gusht e tutit, do mund të keni një farë ngarkese tek bota juaj e brendshme. Kjo do të thonë që probleme mund të zmadhoni më tepër, se çfarë duhet, mund të jeni shumë intensiv kundrejt partnerëve të tyre ose kundrejt kolegëve tuaj. Prandaj dhe duhet ta masni mirë pushim një gusht, kështu që do të masim fjalën. Po. Ky do të
të jetë një efekt që do të vazhdoj edhe gjatë pjesës së fundit të vitit, prandaj deri në fund të vitit, po. Prandaj edhe po ja përmend që tani. Pra nga 18 gushti deri në fund të vitit ne peshorët zbrazemi. Po, zbrazeni. Të gjitha gjërat që keni akumuluar mund t'i zbrazni, por duhet të keni kujdes sepse vërtet disa gjëra mund të jenë të imagjinuara ose të i keni egzageruar. Prandaj, pra bëhemi pak më dramatik se bëheni zakonisht. shumë herë më tepër dramatik se çfarë jeni zakonisht. Në këtë rast, zgjidhja më e mirë është të thoni gjërat hapur në momentin që ndodhin. Si binjaku. Fiks bëni binjak. Fiks bëni binjak. Po flëre hat, unë më intereson nëse tjetri lëndohet. Pse mos, jam mirë. U zbraza vetë unë. U zbraza unë, mbaj tani lart. Nëse të mirë keni, domethënë pse Logjika. Për mirë gjithmonë. Jemi tek akrepi. Akrepi. Që mua më pëlqen shumë si një binjak, unë atraktohem pafund nga akrepi. Kuptoj, pse jam misterios. Po. Ndërkohë që binjakët i kanë më në sipërfaqe, domethënë gjithë akrepët i kanë shumë thellë, prandaj duken shumë, domethënë tërheqës magnetik. Atëherë shenja e akrepit gjatë kësaj vere, ndikimi shumë të fuqishëm do ta ketë deri në datën 30 qershor në lidhje me fatin që kanë në përgjithësi, sepse bëjnë personat që heqin dorë nga fanatizmat të cilët i kanë mbajtur mbrapa. Pas kësaj date detyrimisht e kanë shumë më të thjeshtë sepse gjitha ato procedurë që duhet ta bënin e kanë bërë në lidhje me këtë temë, si do futen në fazën ku ndikimet në lidhje me karrierën janë shumë herë më të mëdha. Smadhohen edhe aftësitë që ata kanë dhe arrin që të përdoren shumë më tepër efikasitet ato çfarë dinë. Si do bie më tepër në sy dhe kjo rënie në sy normalisht i krijon natyrë një stabilitet vërtet shumë të madh. Atëherë, shenja e akrepit, ndikimet që ka në këto momente, ose më të themi ajo, duke qenë se u bën persona të cilët e bën procedurën, të cilën duhet ta bënin dhe mësuan atë çfarë duhet të mësonin, të cilët do hoqën nga jeta e tyre. Edhe elementet të cilat i mbanin mbrapa, tashmë janë futur në periudhën ku vërtet që rriten, plus kemi një ndikim i cili është vërtet shumë pozitiv, është më tepër për të gjitha shenjat fikse, por shenja e akrepit ndikohet shumë më tepër, është të gjej partnerin e tij ose të saj të jetës. Ktu bëhet fjalë vërtet për martesë, lidhje të cilat janë aktuale, vërtet që kalojnë në një stad më sipër dhe krijojnë një jetë me tepër begati. Bën persona të tek të cilën mund të mbështeten. E njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me marrëdhëniet të cilët janë partneritete që krijojnë burime për të ardhur materiale të reja. Këtu nuk do të thënë thjesht bashkëpunime, do të thënë partner, të cilët bashkëpunojnë së bashku për të krijuar diçka të tillë. Shenja e akrepit verën e ka një verë pune, është diçka pozitive në këtë rast, por duhet ta marrim me moderitet, nuk duhet ta egzagjerojmë. Pra, nëse egzagjerojmë do të na shkasin gjërat nga duar dhe nuk do të kemi mundësi që të realizojmë maksimumin ton. Ndërkohë që nëse marrim gjërat me qetësi, dhe duhet ta kuptojmë këtë gjë që kemi kohë për të bërë të gjitha, atëherë kemi dhe mundësinë që të ndërtojmë jetën që dëshirojmë. Në këto momente kemi një vendosje i cili kaloi në datën 19 qershor, është Shironi kaloi tek shenja e Demit. Kjo do të thotë që mund të kemi dhe kriza tek marrëdhëniet aktuale, por këto kriza vijnë vërtet për të na mësuar, sepse Shironi shëron në këtë rast. Pra vërtet jep shërim në këtë lloj marrëdhënies, na jep mësimet që duhet të marrim dhe të vazhdojmë më tutje. Okej, akrepët, pas akrepëve kemi shigjetarët. Si e kanë shigjetarët këtë verë, Denisa? Shenja e shigjetarit këtë verë është një ndër verat ku duhet jenë sa të kujdesshëm, po ashtu dhe duhet të mësojnë që të marrim riskje. Duhet jemi të kujdesshëm për të aplikuar gjitha mësimet që kemi marrë deri në këtë moment dhe të vërtetojmë shumë mirë trupin ton, si dhe marrëdhëniet që kemi me njerëzit që kalojmë kohën në përditësi. Kjo do të thënë edhe kolegët, po mund të thonë edhe persona me të cilët kemi më tepër kontakt gjatë ditës. Në qoftë se jemi të vëmendshëm këtu, marrim mësime, sepse bëhemi persona më social dhe socializimi në këtë moment na bën shumë mirë. Në qoftë se dëgjojmë trupin ton, kemi mundësi që të kuptojmë dhe cilat janë pikat tona të dobta, ti shërojmë ato ose nga ana tjetër, edhe në disa raste të kalojmë me disa probleme që mund të jenë kronike. Problemet kronike në përgjithësi në këto momente gjatë verës, duke qenë se është dhe verë, mund të jenë odema që krijon të këmbët, ose mund të kemi probleme edhe me rrugët e frymarrjes. Po, është më pak te rrugët e frymarrjes, pse parë që thash është më e rëndësishme, gjithsesi duhet marr parasysh. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm në këtë moment për sa i përket marrëdhënieve personale. Shenja e shigjetarit është një të shenjë që ka më tepër mundësi që të krijojë diçka të zjarrt në këtë moment. Prandaj dhe mund të bie më tepër prej pasionit, që të përdorim logjikën në këtë mes ka rëndësi. Pra, duhet jenë të dyja të balancuar, logjika dhe pasioni. Pra, nuk do të thënë që këto lidhje duhet i heqim, do të thënë që duhet të heqim pak më ngadalë. Kujdes pra, shigjetarët. Hana ime. Ashtu dhe, jemi tek
Briciapi. Këtu jam gjithë sy e vesh, Denisa, se ashtu kam një muhabet familjar. Atëherë, shenja e Briciapit është një shenjë kardinale e cila ka një ndikim shumë pozitiv në këto momente. Po kemi ndikime shumë pozitive që vijnë në të vërtet nga Saturni, i cili është drejtuesi i tyre, është i vendosur tek shenja e Dashit dhe jep një zjarr në jetën e tyre, i detyron që të mos qëndrojnë në një vend, i detyron që të avancojnë përpara si në karrierë, po ashtu edhe në marrëdhënie familjare kemi një ndryshim këtu. Briciapi është pak shenjë kështu stabil. Do të hedhë hapa të sigurt, por në këto momente është në periudhën ku nuk mund të qëndrojë shumë në një vend, prandaj dhe është e detyruar që të avancojë. Ky është një ndikim shumë pozitiv në të vërtetë. Avancon, domethënë. Avancon. Shqyr. Ne avancimin e kemi, nëse dëshirojmë që të ndryshojmë shtëpi, është një periudhë e tillë që mund ta bëjmë këtë. E thash, ishte edhe te peshori, po edhe te Briciapi kemi të dy. Ndryshimi në këto momente vjen pak a shumë automatik sepse futet në fazën shenja e Briciapit ku gjen vendin e tij në botë ose në univers, më të themi. Si rrethoj, për personat të cilët kanë brenda një lidhje, krijojnë ambient ku kjo lidhje mund të lulëzojë, ndërkohë që për personat që nuk kanë lidhje në këto momente, detyrimisht janë të detyruar që të krijojnë lidhje në mënyrë që të arrijnë në fazën e tyre finale. Kemi një avancim shumë të madh në karrierë. Gjatë verës, unë shenjës së Briciapit, një lloj siç tek shenja e Gaforës, në të vërtetë do t'i këshilloj që të punonin. Kjo nuk do të thënë që duhet të punojnë në sasi kohore, pra duhet të piketojnë gjërat që janë më produktive në këto momente dhe t'i zbatojnë ato. Kjo do t'i bëj në të ardhmen që të kenë edhe një më tepër sukses në kuptimin që bëhen persona me autoritet në çdo fushë ku janë, dhe si rridoj do të dëgjohet më tepër fjala dhe si rridoj e kësaj, do të kenë edhe mundësi që të punojnë më pak në të ardhmen. Edhe pse shenjë se Briciapit i pëlqen të punojë, po ato kanë shumë autoritet. Shumë lekët se sa të punojnë, domethënë, por që po, me punën. Ju pëlqen që të jenë produktiv ose më të themi që të jenë persona të cilët prodhojnë diçka, domethënë që vjen re nga ambienti, prandaj edhe kjo është një ndër verat e tjera, prandaj nuk do të këshill, do të këshilloj ta përdor. Bravo. Më në fund të flasim për shenjën, siç e them unë, më të zgjuar me IQ-n më të lartë. Ujori, Elona Dura po dëgjon tani. Është vërtet. Edhe Niko Sampo tha gjëra shumë të mira për Ujori. Mua sapo ma konfirmuan tani që kështu. Janë shumë të zgjuar, kanë vajzën e vogël Ujori. Shenja e Ujorit, un kam, domethënë është një përshkrim që kam bërë dhe më pëlqen shumë. Unë i konsideroj si deva ose si gjigant që janë të detyruar që ta jetojnë jetën në një guac shumë të vogël. Të vogël, aha. Shenja e Ujorit është shenja më përparimtare, e perceptojnë universin, botën, njerëzimin në mënyrë shumë humane dhe arrin që të shikojnë shumë lidhjet që kanë gjërat me njëri tjetrën. Në këto momente të gjithë ne jemi duke përjetuar shenjën e Ujorit në të vërtetë, prandaj dhe karakteristikat e tyre i vëmë re më mirë. Të gjithë personat që kanë një shenjë ujore në jetën e tyre, unë i quaj njerëz të bekuar në këto momente sepse mund të marrin shembull se si duhet të jetë njerëzimi. Prandaj dhe është vërtet. Shenja ujorit më pëlqen vërtet shumë. Edhe mitologjia që ka shenja ujorit më pëlqen shumë. Është një ndër mitologjitë më të mia të preferuara. Kur të kemi kohë një ditë do të shpjegoj. Ndërkohë që gjatë kësaj vere, ndikimi më i rëndësishëm që ka shenja ujorit me kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit, që do të datën 30 qershor, ka një ndikim shumë pozitiv për sa i përket marrëdhënies së tyre personale. Ktu si brenda martesave, lidhjeve afatgjata, bëhet fjalë edhe në lidhje në disa raste partneritetet që kanë të bëjnë me biznesin. Shenja e ujorit është një ndër shenjat që pak a shumë i shpërblehet puna që ka bërë me veten e tij ose me veten e saj. Nice. Të lumtur për ujorin. Po, duke qenë se kanë pasur dhe kanë ende barën e Plutonit që është tek shenja e tyre dhe i detyron që të ndryshojnë vazhdimisht, të përshtaten vazhdimisht. Kjo është diçka që ato duket sikur e bëjnë automatikisht, por në të vërtetë mund të përballen me shumë probleme që ndodhin rreth rrotën në ambient, sepse ambienti në përgjithësi nuk i kap dot ata, prandaj edhe përplasen vazhdimisht me gjëra të cilat duhet të ndryshojnë. Në këto momente shenja ujorit ka fat për këtë arsye. Po e them me shumë sinqeritet, ka fat. Edhe nëse dal një problem brenda çiftit, mënyra se si mund ta zgjidhin është thjesht duke qenë vetvetja. Nëse komunikojnë hapur dhe nëse thonë se çfarë dëshirojnë që ta arrijnë brenda kësaj lidhje, kanë shumë më të thjeshtë të zgjidhin problemet. Si lidhoj kësaj kanë dhe mundësi që të kryejnë edhe lidhje shumë afatgjata për sa i përket biznesit, partneriteteve
dhe mbi të gjitha kemi mundësi që të krijojmë edhe stabilitet ekonomik. Bravo. Ky stabilitet ekonomik vjen sidomos brenda shtëpisë, familjeve dhe nëse kemi pas probleme prindrit sidomos gjatë kësaj periudhe, kemi shkruar më të thjeshtë ti të kalojmë ose të zgjidhim ato. Kemi pak a shumë shërimin e këtyre tematikave. Super, Ujori do jetë i vërtet. Nuk e di ai vetëm i vërtet, është ai ta thotë vërtet. Ta përplas. Ta përplas në fytyrë. Madje. Ta thotë është problemi jot. Në disa raste mund të mos e thotë të vërtetën sepse mendon se e kuptojnë të tjerët se çfarë do të thotë. Po është shenjë e vërtet në përgjithësi. Jo se nuk do t'i fshej, po mendon që kjo është kaq e hapur, është aq e qartë, domethënë pse ta them kot, duhet ta kuptoj. Pse të harxojmë kot. Peshqi Denisa, jemi tek shenja e fundit, se si do ta kenë. Shenja e peshqve, po faktikisht shenja e peshqve vazhdon që të jetë një ndër shenjat e favorizuara, të paktën deri datën 18 gusht. Duke qenë se po. Ti ç'ke mo, jes për çdo gjë. Ah, okay. Duke qenë se vazhdojmë që të kemi nyje veriore, që është këta, nyja veriore na heq të gjitha problemet që kemi në jetën tonë, na i bën shumë të qartë se ku duam të arrijmë dhe ku duhet të arrijmë, dhe se lidhet na sjell edhe mundësi të shumta në jetën tonë. Pra deri në datën 18 gusht, duam apo s'duam, ne do të vazhdojmë që të kemi ndikime të tilla. Pak më tepër kemi një hënë të plotë në datën 30 qershor, që do t'i sqaroj shumë mirë ata. Do të jenë shumë të aftë që të komunikojnë edhe hapur atë çfarë duhet që të bëjnë dhe mbi të gjitha ta kuptojnë vetë se çfarë duan të bëjnë, cilë do janë dhe futen në fazën ku krijojnë jetën e tyre. Krijojnë jetën në lidhje me vendin ku duhet të jetojnë, nëse kanë qenë të pavendosur deri në këtë moment në lidhje me karrierën e tyre, marrin hapa shumë të rëndësishme drejt saj. Po ashtu kemi dhe fat vërtet shumë, po shumë të madh në lidhje me çështje sentimentale. Vërtet shumë. Do bëjnë lek peshqit. Jo kanë dashurinë besoj, primare. Nuk është një ndarje e tillë, po fati vjen për të gjitha në të gjitha aspektet. Sara lekët, fokus lekët. Fokus lekët, pastaj dashurinë. Lekët janë me kusht. Kushti është që duhet jemi të përgjegjshëm. Patjetër. Për të gjithë vlen kjo. Në këto momente për shembull e peshqve vlen shumë, sepse nëse janë të papërgjegjshëm në harximet që bëjnë ose në investimet që bëjnë, po ashtu dhe ku e harxojnë kohën, pra investimin e kohës, atëherë kanë humbje në vend se të kenë fitim. Pra ne duhet jemi shumë të përgjegjshëm. Te kjo pjesë duhet të kenë kujdes. Tani, kënaqur sot. No, Denisa, na ke thënë fjalë shumë të mira. Përpara se ta mbyllim këtë pjesë, edhe përpara se Denisa të largohet me gjithë falënderimet tona të përzemërta, kemi vendosur që të bëjmë një parashikim se si do të shkojë ky botror. Duke qenë se vëmendja është shumë e madhe kundrejt skuadrave të preferuar, kemi nxjerr emrat e titullarëve, po i themi, po futbollistëve më të njohur që përfaqëson secilën skuadër. Për shembull, Lamine Yamal është një gafore dhe është i Spanjës, është ndër më të përfolurit së fundmi, dhe ka lindur në 13 korrik. Pastaj kemi Leo Messin, po gafore, 24 qershor, ka ditëlindjen sot. Happy birthday Leo Messi. Nuk e di atë ka ftuar ty, mua më tha për në darkë. Të tham, po, do hallakatemi për Messin pas emisionit, po ashtu gafore. Cristiano Ronaldo i Portugalisë. Nuk i njeh ti këta më? Jo, çfarë është ky çashënja Ronaldo? Ujori. Është ujor, 5 shkurt. Ronaldo, Messi është i Argentinës, pra kemi Spanjë, Argentinë, Portugali, Neymar, Brazil, ujor 5 shkurt, pas ka lindur sot e mora vesh në një ditë me Ronaldon. Çfarë viti ka lindur? 90 e pak ishte, më duket. Okay. Si u ka marrë vetëm datën, jo vitin. Harry Kane i Anglisë, 28 korrik, është Luani. Haaland është gafore, po ashtu 21 korrik, dhe Mbappé i Francës, shigjetari, 20 vjetor. Haaland është i Norvegjisë, po është një ndër emrat më të njohur tashmë dhe një ndër futbollistët më të preferuar së futbollit dhe më të talentuar. Pra kemi gafore, ujor, gafore Luan dhe shigjetar. Atëherë, para se të futeshim, pash pak hartën e Portugalisun. Sepse më kujtoa nga flamuri. Në gjatë këtij viti do të kemi shumë simbolin e Luanit, në të vërtetë, prandaj unë ngela pak midis Anglisë dhe Portugalisë. Por kur pash edhe hartën, ose më themi pasi mora vesh datën e lindjes Ronaldos, mendoj që është probabiliteti më i lartë që të fitojë Portugalia këtë vit. Okej, sepse të gjithë fansat e futbollit po thonë që e meriton edhe një kupë botërore. Po e meriton para se ta mbylli, pra para se të shkojë në shtëpi. Po, është Ronaldo ka një farë dhurate gjatë këtij viti, sepse pash edhe vitin që kishte lindur në 85-ën, që goxha në moshë, me qira fjalë. Ka përshtypjen që ky është dhe botërori i fundit i tij. Me shumë mundësi, domethënë nga ana fizike të paktën besoj se po.
Mendoj që po, domethënë është pak a shumë një dhuratë që jepet në këto momente për personat që kanë lindur në vitin 85, sepse është një vit që kanë pasur personat që kanë lindur në atë vit, domethënë janë shumë kanë pasur shumë vështirësi në jetën e tyre. Dhe mendoj që po, ky është shpërblimi që mund të madh është po që të mund t'i jepet që të fitoj Portugalia. Pra Norvegjia jo, Franca jo. Shigjetari jo. 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 Ngela pak edhe sepse tek Spanja. Ngela pak te Messi, të them vërtetën, po shikoja, por mendoj që duke qenë se ka dy elemente shumë të rëndësishëm, që është edhe Portugalia edhe Ronaldo, pra që janë të dy të gërshetuara, po janë të favorizuar, mendoj se po. Portugalia kam të probabilitet. A kemi thënë ne këtu të parë? Ta shohim, e kemi thënë këtu, nëse fiton Portugalia 3 dhurata për Denisën nga kjo studio. Shumë faleminderit. Ishte shumë pozitive. Shumë kënaqësi që të kishim. Është shumë e madhe te këto. Është vërtet që ka energji të mirë? Po. Është super energji, super. Jo këshilloj të gjitha. Faleminderit Denisa, ne do të shkëputemi, kemi edicionin e lajmeve dhe rikthehemi në pjesën e dytë me Vesa Smolitën. Hey, ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My French, siç ju premtuam, kemi një yll, është Vesa Smolica, e cila është sot në Pardon My French. Mirë se vjen e dashur. Mirë se ju gjeta, o energji e mirë, edhe e bukur se duket. Dhe ka rëndësi që të ketë energji. Po reflektojmë bre me njëri tjetrin. Ka shumë rëndësi. Si ke qenë një herë se dua ta bëj të parën këtë pyetje, por të gjithë ata që vinë në studio dua të di si jeni shpirtërisht, fizikisht. Shumë mirë që bën këtë pyetje. Ma mirë se kur, domethënë. Herën kalume që jam kon këtu, hala ma mirë, domethënë. Shumë mirë, po ndihem aktivitete muzikore, jam shumë aktive, jam shumë e lumtur që më dikan, po produksione të reja, ka shumë këngë që kam punuar, ndoshta e keni pa, ka shumë këngë që kam shkuar në studio të ndryshme, edhe singla dhe duete që do të dalin shumë shpejt, po do i diskutojmë. Se ti mendon se ne jemi interesuar për ty, ne pyetëm për horoskopin për ty, edhe më vesh do të shkonte shumë mirë. Pak kujdes me shëndetin, por e kishe të gjitha pikat perfekte. A di pse ka thonë pak kujdes me shëndetin? Se unë çaq shumë jam workaholic, domethënë punoj shumë edhe të kujdesesh për shëndetin. Edhe pse jam shumë e kujdesshme, shkoj në fitness çdo mëngjes, kujdesna për veten, për ushqimin, po kur të jesh në udhëtime gjatë gjithë kohës e ke pak vështirë. Më marrë me këtë pjesë. Shumë vërtet. A vetëm ajo gjëja ishte që step e pak, po. Kështu që e di dhe Vesa që duhet të ketë pak më tepër kujdes. E rëndësishme është që ti në këtë fazë je në fazën tënde më të mirë produktive sa i përket karrierës, edhe është publikuar së fundmi vetes me Faton Macula, kemi gënjeve që nuk na hiqet nga koka, domethënë, që kur është publikuar po virale, gjithandej është një super këngë, edhe është pritur mjaft mirë, edhe besoj që dhe ty vetë të ka dhënë dhe një spunto. Patjetër që po. Ka ndodhur krejt natyrshëm edhe me shpejtësinë e dritës do thoja, pa u mendu stërgjatë, dhe mendoj që krejt artista duhen me provu që të sen. Mos me overthink edhe me i lon gjanat me rjedh vet. Ishte një moment i imi që unë isha të punu krejt në diçka tjetër, domethënë se ju e dini që kam kalu dhe te muzika popullore dhe isha fokusu krejt diçka tjetër dhe thash nuk du me investu njerë te artistike se ka kohë. Domethënë festivalit në fund vit. Edhe kur më vjen një thirrje prej Alban Kondit që mirë prita, me shumë dashamirësi, unë i kam ndjek qyshe vogël West Side Family dhe ishte si ëndër e bë realitet për mu. I përshëndes qunat, më kam prit shumë mirë. Ndërkohë Miri nuk e dinte që unë do hyja në këngë. Që ishe ti zëri. Po, isha unë zëri, edhe ku më po befasu atë. Promovimi njëkohësisht ishte i bukur, po kënga u realizu, domethënë brenda javën tjetër u realizu klipi, nuk i kena dhënë shumë zër, po shkoj shumë lento. O zemra, ajo duket këngë si e mirë menduar, domethënë. Ata kanë mirë mendu, ata në kompozime, në tekste, domethënë e kanë mirë mendu, po unë ka ardhur shumë e gati. Faza fillestare ka qenë shumë interesante. Në fakt Albani e ka thënë, po dëgjoja një ditë radio dhe me sa duket po transmetoi një këngë jotja. Dhe
ky është zëri që bën për këngë. Po, ju ka përshtat se ka qenë në kërkim të këngëtarëve, na dim që në shqiptari ka shumë zëra të bukur, edhe veç duhet me ditë mja përshtat, nëse i përshtat ti vokalet, edhe timbrin, po ngjyrën vokale. Ngjyra jote është e veçantë. Faleminderit. Edhe aty ju ka përshtat fiks për çat zhan muzikor edhe po besoj ka impakt edhe te publiku, që nuk e dim pse po pëlqen kënga, po është kombinimi i ngjyrave të zërit. I zërave, i tekstit, është një rryma këngë muzikore që të lë pak kështu si me pikpyetje. Tani po e këndoj për së brëndi dhe shisim bëhet mishi, sepse pjesa e refrenit në të vërtetë mua më pëlqen shumë, më duket shumë catchy, më duket shumë jo sezonale si këngë. Jo, nuk është sezonale. Më duket një këngë afatgjate. Afatgjate që do të ngelet në arkivat e muzikës shqiptare, po besoj. Siç ka ngelë çdo këngë West Side Family. Edhe sjell shumë ndryshe. Në këtë moment që jetojmë që komercializmi, nuk e di, sa mbi sy dalin 3 këngë të tjera. E vërtet. Është një këngë që mendoj se do ngelet gjatë. E kemi pasi diskutim Alban momentin që jam shku në studio, thash sot nuk ka një farmaci në tregun muzikor shqiptar që mundesh me ditë a dhes kjo këngë artistike apo ajo kënga komerciale. E keni pak të lehtë, di pse se TikToku. Nëse ndhez në TikTok, si thon. Paraprakesh po nëse e nxjerrim, po ne nuk e testum në atë formë dhe e kanë testuar në një tjetër formë. Goditën direkt në një ndër netët e Prime-it, kur qysh mos me dhes kënga kur delën skenën e Big Brotherit, bëhet super promovim ajo dihet. Në fakt ka qenë dhe një periudhë shumë e vështirë për Mirin, atë fazë, edhe kur të ka parë ty që dole ishte, do me thënë nuk e kisha parë aq të emocionuar gjatë gjithë atij rrugtimi. Edhe duket që të nesërmen, ja kam thënë dhe atij kur e kisha në studio, rastisa në me disa vajza të cilat po udhtonin në makinë, kishin lënë xhamat hapur dhe i kishin këngën me volumin maksimum. Okej. Edhe kënga do të jo vetëm që do të ecë dhe do të pëlqejë, po është asimiluar me prezantimin e parë. Dhe është më vështirë në fakt që një këngë të godas me prezantimin e saj të parë. Sidomos artistike nëse është, si duket ishin të gjithë elementët që u bën bashkë edhe po më duket që po e gjetëm momentin, kohën e dur edhe goditëm. Edhe është fakt që klikimet nuk e tregojnë suksesin e një këngë, se tash klikimet edhe mund të blejnë edhe manovrohen disi. Po edhe unë kur ecja rrugës në Kosovë ose kur desha me makinë vet, e dëgjesha nëpër radio, nëpër makinat të tjerëve, e dëgjesha nëpër lokale. Është emocionuese besoj, ja. Kudo edhe që aty shpërndarja këngës anë mba në treva shqiptare, çfarë është suksesi? Ai është suksesi, ne do të shkëputemi për shumë pak publicitet dhe rikthehemi me Vesën. Ja ku jemi sërish, e lam tek një bisedë e cila kishte të bënte në fakt me muzikën. I ke kënduar dashurinë, i ke kënduar ndarjeve, i ke kënduar dilemave të njerëzve, ke folur shumë hapur për gjërat e tua, për ndjenjat, për emocionet, për periudhat e vështira, po edhe për ato të lumtura. Ku je në këtë fazë tani? Pra, i gjithë fokusi yt përveç muzikës popullore që ti po bën edhe është një plus madje, se jo vetëm të jep energji të mirë, po të jep ndoshta edhe të ardhura financiare. Patjetër, e kam zhvilluar. E ke zhvilluar dhe nuk je e kam zgjeru. Nuk je tashmë, le të themi, Vesa vetëm e festivaleve, Vesa vetëm e dueteve apo bashkëpunimeve, po je edhe kjo Vesa tjetër. Në cilën fazë të jetës je tani? Pra që ti po eksploron karrierën? Yes, duke e lidhur me gjendjen tënde emocionale dhe shpirtërore. Si thash më herët, jam shumë e lumtur se kjo lidhet deshte edhe me anën tënde emocionale. Kur s'ke aktivitete muzikore të ndikon. Edhe artistat pak e ndjejnë më shumë se njerëzit normal, edhe na i dështem, na i stagnim të vogël ose diçka preken më thellë, më shumë e ndjejnë. Kështu që unë jam në një fazë që i kam kaluar ato pengesat, vështirësitë, e kam reflektuar me veten, tash po di çka po du. Edhe momentin që ti e qet me veten, jam paqe me veten, e din çka don, i planifikon senet, nuk të ikin i menaxhen shumë mirë, edhe i planifikon me kam me bashkëpunu, çka më nxjerr tash, planifikon a është mirë për ty ose keq, a është mirë me bo muzikë me këtë band ose jo, a është mirë, i zgjedh vetë gjana të njëjtë dhe ato rezultojnë suksesshëm. Çka është ndodhur edhe për momentin në jetën time. Pra nuk je, po shkoj se
Pra, je njeriu që selekton në këtë fazë. Selektoj pak a shumë e kom bë, jo se kom bë më herët menaxhimin. Marrëdhëniet njerëzore? Marrëdhëniet njerëzore i kam shumë mira, jam në një pikë tjetër ku jam shumë e qetë dhe e lumtur. Nuk jam në lidhje nëse po pyetni. Jam super single. Po mirë, po tregoj, s'ka lidhje se është diçka për mua shef. Domethënë se në momentin që un kam diçka për treguar, do ta thuash. Edhe ja vlen me thon, po un jam me dikë, edhe ja vlen me bë publike, atëherë patjetër që statusi im është masaj tjetër. Jo, të shoh në një fazë shumë workaholic, pra që po punon shumë dhe mbase kjo gjë të përmbush, mbase kjo gjë. Përmbush, po ndërkohë kësaj ndodhin edhe shumë gjëra tjera që ty të vinë, sepse ti energjinë tënde automatikisht e ngrej lart duke punu, edhe nëse ndihesh me një fushë e lumtur, edhe e plotësuar, automatikisht edhe energjia përqohet edhe në gjëra tjera edhe tek të tjerët. Domethënë thonë, "Ok, po përshon vesa një energji pozitive, ko ka tu ndjem mirë me veten edhe po ja afrohem." Kështu që i kam edhe ato sa në tjera që mund të. Po kjo është energjia që më ke dhënë, domethënë, është një energji që je duke punuar, je non stop në studio duke krijuar projekte të reja dhe kjo gjë mua më argëton mbase më shumë se mbase do dëgjohet kështu, se të shija në një lidhje, se mbase ajo lidhja të mban të rish pak nga showbizi, pra kalon pak më shumë kohë me partnerin, të rihesh pak distancohesh nga muzika apo arti. Në fillimet ndodh. Ka partner të cilët të japin shumë spunto që ti të zhvillosh edhe të vazhdosh në karrierë. Jo, mund të më ndodh për shembull tek unë. Shpeshherë nuk ndikon mirë sepse unë edhe shkruaj vetë tekste. Në momentin për shembull që je shumë e dashuruar kështu, nuk të vjen me kriju diçka të dhimbshme ose të ndjeshme. Je shumë e lumtur për me shkruaj diçka që njerëzit sot i prek emocionalisht. Domethënë, kjo ndodh me krejt artistat. Edhe momentin që ti je me një fazë që je okay me veten, mundesh me kalu edhe në lëkurën e tjetrit ku është ma down, po edhe në lëkurën e tjetrin që është ma high. Mesi i artë është the best. Është the best. Ishe pjesë e festivalit këngës në këtë dhjetor, me një këngë shumë bukur në fakt. Po, lutem, ishte super këngë. Me tekst nga Ariona Rushiti edhe Nis Mullaj me kompozim. Pra janë dy emra që kanë qenë në Eurovision, domethënë kanë disa herë në Eurovision. I zgjodhe ti ata me këtë qëllim apo thjesht të pëlqeu kënga? Dhe demoja kur e dëgjove. Jo, kështu ka rjedh. Unë sa herë du me marrë pjesë në festivale, ka ndodhur në këngë magjike, unë shkoj tek njerëzit që kanë shumë pesh edhe din kapacitetin tim, edhe unë të atyre që kur të bohemi së bashku me bo diçka bombastike edhe madhështore, qysh i ka hije stilit tim edhe vokalit tim, që du mu paraqit. Se për këngë ma të vogla, kështu ma thjeshta i shkruj vetë. Po kam qef me më paraqit ata që shëmshojnë mua dhe kapacitetin që kam për masa që as unë në ashta vetën se shoh. Domethënë me një sy tjetër. Sa vizioni, sa interesante. Në fakt kënga është pëlqyer shumë. Njëjtë kam shku edhe te Ariona Rushiti, tu e ditë suksesin e tyre dhe tu e ditë që ata mundën më nxjerr në pa një pjesë tjetër madhështore të temën, edhe kam bër. Normalisht tek të dyja palët, edhe të kënga magjike, edhe te festivali RTS-s, unë kam kërku vetë zhani muzikor, tematikën e këngës, domethënë jam vetë specifike. Nuk e di, ajo vjen ma let amazër, kur kum fol me Armendre Gjebagishim, ka thonë, sa është e let kur të regon një artist që ka dënë është edhe vështirë se nuk din... duhet i përshtatesh asaj që keti në mendje. Aja kemi qëllu këngës, tash ku të vinë ata me projektin gatshëm, e kanë atë sikletin, a e pranaj ajo, ka qenë ajo që kam kërku. Njëtë ka ndodhur me Erionin edhe Nisin, po fatmirësisht jam shumë e qartë në mendimet e mia dhe idet, dhe kom shku me iden du një këngë drum and bass, du diçka ma international, du diçka madhështore, ku përfshihet krejt orkestra, ku ka edhe performance, ku ka edhe vokal, ku janë të gjitha. E kom paramenu big picture, do më thënë me performance, qysh kam u konën në skenë, edhe ata e kam hedhë në letër, edhe ata ma kam bo fix qysh kam dashtë une. Është festivali një tjetër, më saktë, është Eurovisioni një tjetër synim për të ardhmen tënde, pra pjesëmarrja jote në festivalin e këngës të bën ty domosdoshmërisht, le të themi, një ndër pretendentet, sepse fix, absolutisht, në fund një del. Pra, a është kjo arsyeja apo ti je vajzë festivalesh? Domethënë, ëndra jote është përfaqësues
Shqipërinë në Eurovision apo Jo, un kam qenë është skena deri që vonë t'jep adrenalinën? vajzë kompeticionesh që automatikisht më kthen që sa dalin skenë ma kërkon trupi adrenalinën e live-it, sidomos në një këngë 3 minuta që është shumë përgjithësi, sidomos e jotja. Po festivalet unë nuk është se marr pjesë konstant, edhe pse njihem si vajzë e festivaleve, po kam qef me reflektu me veten, me këshyr trendi çka është edhe me shku te një kompozitor tek shkruesi duhun që më nej është i kohës edhe me i provu ujra të ndryshëm edhe me marr pjesë. Nuk marr pjesë tesh me mush numër festival, po marr pjesë me pretendu. Edhe në këngën magjike ku marr pjesë në 2022-ën kam qenë pretendente edhe për folun gjatë gjithë kohës 3 muaj festival që është për me fitu edhe në festivalin e RTS-s. Kështu që nuk marr pjesë thjesht me mush numër. Normalisht Eurovisioni është një pikë synimi. E ke një dëshirë tënde, po. Se mos më pas qenë mendoj që çaq shumë duhet me investu, se pjesa artistike ka investim shumë të nalt monetare kam qenë. Është pjesa skenike. Është e kushtueshme. Krejt aspektet, skenike, audio, të gjitha. Domethënë është shumë e kushtueshme, kështu që ti duhesh me mendu mirë, edhe masi që të fiton a ke të ardhura për me mbulu atë pjesë. Kështu që kur të ndihesh e sigurt, merr pjesë. Unë marr pjesë për një arsye, për me fitu çmimin. Atëherë nëse se marr çmimin, ajo është pjesë e shijeve relative, teorisë, të publikut, ajo është tjetër gjë pastaj. Po unë mundona me jap më të mirën prej vetës edhe dokumentohet kjo gjë. E kam synim Eurovisionin, kisha pas shumë qef me përfaqësu Shqipërinë atje, po është edhe problemi pak të unë që në mënyrë konstante nuk marr pjesë, që më ndodh. Alisi për shembull që këtë vit fitoi, ishte pjesëmarrës dhe vitin e kaluar. Po. Që fitoi çmimin e tretë, besoj po. Unë kam marr pjesë veç një herë, kështu që më një herë nuk mundesh me marr çmimin. Nëse ta uroj se kjo është tavolinë që bën magjira dhe çfarë flasim këtu. Po, manifestim. Nëse këtë vit i fiton për Eurovision, çfarë ndryshe pretendon ti që do t'i sjellësh Shqipërisë nga gjithë artistët e kaluar, pra ça ndryshe mund të sjelli Vesa? Njerëz dëgjojeni se you never know, mund ta votoni, mund ta keni tani favorit që në qershor. Tash se kam mendu, po pak a shumë publiku. Po ta manifestojmë ne vetë. Po patjetër, me kënaqësi. Ndryshimin e ka filluar Shkodra elektronike, kur kam qenë edhe unë atë vit edhe që ka fitu. Kanë qenë shumë ndryshe, ka paraqitur edhe pjesën tradicionale tonën edhe të muzikës edhe e përzinë me moderne, kështu që mua më ka pëlqyer shumë. Edhe njerëzit e njohin Vesën nga pjesa artistike edhe dinë që edhe nga pjesa e muzikës, edhe koreografisë, edhe e veshjes vjen pak më abstrakte, nuk vjen shumë e rregullt. Kështu që un kam qef me tinglu ma internacionale, me qenë me synin e publikut ma internacionale, që më përshtat me frymën atje. Unë këngën Lutëm kur e kom menu vetën në Eurovision. Do më thonë qysh kisht tinglu atje kënga, jo në festivalin e RTS-s. Se në festivalin e RTS-s produksioni edhe orkestrimi vjen ma live, ma ndryshe. Kur shkon atje është ma produksion, do më thonë, atje luhet me ma si prej studios kënga, do më thonë, nuk tinglon si ma orkestër të madhe. Do më thonë dallon shumë. Edhe unë e kom paramendu këngën Lutëm për skenën e Eurovisionit ma internacionale. Ishte planifikuar, e kopsitur, të gjitha me radhë. Nga zemra ta uroj që të shkosh, edhe unë kam qenë në një produksion modern, totalisht bop, ishte hit momental dhe uroj në të vërtetë të sjellësh diçka moderne, nëse shkon diçka moderne nga Shqipëria. Po, jo, nëse shkon Vesa të sjellë sërish diçka moderne, se mua më kanë lodhur të them vërtetën këto vuajtjet, këto emigrimi, këto që njerëz është Eurovision, aty njerëzit duan fan, duan të kënaqen, duan të kërcejnë. Po, me sa kena Jo, ai jap sekret këtë, po zgjedhin gjithmonë hite të kërcyeshme. 99% e njerëzve aty duan të kërcejnë. Unë mendoj se spari, pikën e parë që duhet fillojmë të ndryshimit është rryma muzikore që pranohet në festivalin e RTS-s ta stër përmendi, domethënë duhet me pas këngëtar të ri që kanë filluar me qenë prezent, ka zëra shumë bukur që duhet pranuar edhe më jap shansin me prek
tek skenën e madhe se përballojnë si Alisi, janë Zhanre të reja gjithashtu. Edhe zhanre të reja për rrymën muzikore, po flasim përgjithësi. Duhen me pranu rryma të reja muzikore. Bota po ecën përpara, duhet me ecën hap me kohën, mu mishëru me ata atje, me paramenu veten në Eurovision, edhe me marr pjesë me çat qëllim. Jo me qenë hala tradicionale dhe që shkon ty në herë. Por që ashtu mamile ta dojnë festivalin, ta bojnë tjetër, për vendin ton edhe për Eurovision. Ata që dojnë me kompozu për Eurovision t'jenë ma ndërkombëtar. Më modern thua. Më modern. Kemi parë në Eurovision të konkurojë edhe David Guetta me artistën dhe, domethënë mund të konkurojë edhe një DJ me një këngëtare dhe të performojë. Një rap artist. Ka pafund dhe ne çojmë o rock, o balada për të prerë damarët ose Po, mos e kemi pasur dhe këngë të kërcyeshme tani. Ka, Ronela. Jo, Ronela, shumë e mirë. Qëre, secili ka përfaqësuar mënyrën e vet më të mirë të mundshme, unë besoj se cili këngëtar që kena dërguar atje ka qenë super këngëtar. Është presion shumë i madh kam përshtypjen. Shumë presion i madh për artistët. Edhe çajo që të këshyrin mirë sy ty, edhe ti kemi përfaqësuar një vend, literalisht. Okej, një vend tonë është përgjithësi shumë. Edhe nuk është një vend, se na jemi dy vende. Jemi dy vende, Kosovë. Gjithë shqiptaria. Gjithë shqiptaria, po, e përfshim gjithë. Dhe më beso të ndërhyn deri te veshjet. Po. Ta lëm këtu se kemi publicitet edhe një herë dhe rikthehemi sërish me Vesën. Atëherë ku e lam Niko te veshjet? Ku e lam me kuna Vesin? Sot të ndërhyn deri te veshjet. Pra unë për atë e ti e ke provuar që na thuaj. Unë kam provuar dhe ajo ngjyra roz. E kanë bërë cop Niko. Bën cop dhe e bukur e di çfarë ishte që një vit më vonë, në 2023, ngjyra roz mori një super hype nga filmi Barbie dhe isha kështu, unë isha si ai që rozi me duar dhe mes që tipi më fal, vjet. Të më masakruat. Po unë ç'a bëja këtu që parashikoja. Çon Ronelën me nuk e di, po pardon my friend, që me brek. Ku e çon Ronelën me njerëz nuk janë brek. Janë pantallona shumë të shkurtra. Mirë, Beyoncé non stop del me çat veshje prej filmit. Po shqiptari ka gjithmonë këtë që Beyoncé mund ta bëj, Ronela s'mund ta bëj. Jo Ronela konkretisht, po për këngëtarët mund ta bëj. Vesa kurse si, ama Nicki Minaj patjetër, pse jo? Vesa besoj. Ama Niko tash deri vonë më kanë thonë për ca veshje në për videoklipe kështu se ti e di që na duhet me hyrë rol. Jo mësua dhe nuk kam bën përshtypje. Po kur kam bën ai videoklip, ti e din që duhet me hyrë rol, edhe me ndryshu pak, a dem jo art pak interesante të publikut. Edhe komentojnë, ama po pse nxjerr ti bythën për një famë? Okej. E tashun janë njësa për sarkazëm, e përdor ca foto të Dua Lipës, aman thash, aja kish famën already, do më thonë, i thësha, aman Dua Lipa, pse për një cof famë, thash, qëkon ftyra, thash, e nxjerë b***në dhe ti. Do më thonë, s'ka lidhe me famën. Duhet ta marrësh me ironi. Jo, edhe gjykojnë shumë. E di. Artistët shqiptarë, edhe më vjen shumë gjunakja, se i tregojmë nëse ne nuk e kuptojmë artin për shembull të Vesës, themi ai s'bën. I tregojmë gishtin. Jo, zemër, në një botë muzike, në një botë që ekziston muzika, të gjithë bëjnë. Akoma dhe ai që ka pak artisti nëse nuk guxon, domethënë kush tjetër. Ai është më tepër kur zhanri që ti po këndon i përshtatet një stili veshje. E këtu ka keq kuptime. Ekstravagant. Që për shembull tash që kënoj nëpër dasma kështu. Unë nuk kam e shkuqur vesh në klip, domethënë çto është keq kuptimi më i madh ever. Unë ku shkoj atje, netën e në Kosovë, nuk e dia përdorni edhe këtu. Qysh është vendi? Bëhet vendi. Kështu e kemi edhe ne. Okej. Domethënë unë e përdori këtë shprehje kado që shkoj, sepse unë nuk muj me shku me tuta me këndu ose me shorce. Me këndu në ndasëm. Domethënë duhet më përshtat një fustan qasi, zonjë, e rënd. Kështu që flokë të bukura, të lëshuara. Pastaj edhe kur thonë që mua nuk më përfaqëson kjo këngë. Njerëz këngëtar nuk shkojnë për të përfaqësuar publikun, për të përfaqësuar vendin me një këngë dinjitoze dhe veten e tyre, jo publikun, se për shembull mua s'më pëlqen zhanri rock. Nuk u përfaqësova këtë vit. Është relative, është. Më pëlqen edhe rocku. Pra ose jam njeriu që unë dëgjoj shumë zhanre. Shumë zhanre, po. Edhe radio ta imponon pak. Ta imponon se dëgjon gjatë gjithë kohës. Dhe jemi tek radio, çfarë po ndodh me radion? Unë kam lënë punën. Po, ju s'ka lidhje se keni shumë manifestojmë neve tani. Hajde manifestojmë. Unë e kam lënë punën në radio për
sa është kaqe personale, s'ken Po, serioze, s'ka po lidhje, thjesht u fokusova shumë në muzikë. Ishte 1 dhjetori kur unë e lash punën në radio. Nuk kam këshyr media tjera, mu ponsu ose diçka, se mori një farë hovi punës muzikë, mu hapën shumë dyre dhe ma mori fokusin total muzika që mirë ka bo, se gjithmonë e kam pas prioritet. Po 8 vite punë të më pak në zemër, edhe pak si shumë. Edhe Kush po më provon ngën me radio, thonë drejtën. nuk ka më kthim Edhe tash që po dëgjoj veten në kufje, mi var nostalgjie. Apo më sheni se s'mu nalna ishte. Ai shmirë po e bën. Duket një person që vjen nga radio, vjen nga media, domethënë është fix on point. Ta manifestojmë neve për ty. Hajde, nga sot e tutje punojmë në Top Albania Radio me një emision timin të natës së ditës së shmërëndësi. Do ta bëje një late night për shembull? Late night show e kisha bo me ca live kështu. Kisha pas shumë qef me ftu kolegët e mi. Edhe me i këndu edhe bashkë disa këngë live edhe ata vetëm shumë kisha pas të jetë tip interviste e tëra apo intervistë po dhe muzikë edhe muzikë po kështu akustik live. Super nice. Ja, më pëlqen. Po dëgjom zoti i madh lart. Hemër zot e univers. E ka nisur këtë pjesën. Vesa po thoje në fillim të kësaj bisede që ke shumë plane, pra je duke punuar shumë me muzikën dhe në fakt ke disa bashkëpunime, materiale që do dalin së shpejti, do ndash diçka me ne sot në lidhje me këtë? Si që cek edhe në fillim, me Faton Masulën, si që keni dëgjuar se par ende, se s'kom bo videoklip. Është me të vërtet shumë interesante ideal. Unë kam bashkëpunu spari me të para 6 vitesh. Ka qenë do më thënë gjatë pandemis, kur unë i shkrujta dhe i thasha ka mundësi të bashkëpunojmë, thashë se më pëlqenë shumë si instrumentist. Këngën e kisha shkrujt vetë, e kisha ideu vetë dhe ai do më thënë e pranoj, edhe nga e moment do më thënë ne e kemi edhe një ide tjetër për një këngë, po së në përshtat ke edhe Fatoni është shumë kërkus. Do më thonë, nashta duket kështu ka stil shumë interesant. Ka stil interesant, po kërkon shumë prej këngëtarit. Edhe nuk është ashtu që ta varë, do më thonë, i hin detajeve thellësisht. Ma dërgon të një këngë, jo s'bën kjo, jo bën kjo, jo bën e kështu tekstin, jo bën e kështu tekstin, jo kthen të këngën, na shkoj 6 vite, do më thonë me pauza. Pas 6 vitesh, ra me një këngë shumë bukur, si kjo vetës, e shkryta tekstin, edhe ajo u kthy disa herë, u përpunua, derisa u përpunu, profesionalizu. Edhe unë e inqizova në Prishtinë te producenti Mixej, që nuk është hera parë që bashkëpunoj, është super producent, shumë i mirë. Edhe ai e inqizoj në studiot amerikane në New York City. Klipi kam ngel me u realizu, po ndoshta realizohet në Amerikë. Do ta bësh edhe unë duna me shku atje. Shumë mirë do bësh. Ta kopsisni siç duhet këngën. Po nuk i dihet hala se kena ideu, po besoj ka shtatori, kështu se është sezona e dasmave, kështu nuk mu shkput për momentin. I ke datat të full. I kam datat. E kemi. A e merr emocionin kur je në dasëm? Pra, domethënë je njëri që emocionohesh nga momentet ndryshme që ndodhin dansë? Absolutisht, po në artistat e menaxhojmë emocionin edhe munohem që ato emocione që i kena për mbranda me i përshu përmes mikrofonit, përmes zërit, sa ma bukur. Unë për shembull në dansëm emocionohem shumë tek pjesa e kërcimit të babait më vajzën. Po, është momenti më i bukur që mund të më ndodh ndonjëherë. Nuk e di domethënë. Ka shumë momente të bukura gjatë dasmës, edhe unë i shijoj çdo moment. Po momente që është përgjithësi e madhe, më thon drejtën. Momente që vijnë të ftuara me fustane të bardha, ndërkohë janë të ftuara në dasëm. Ai është momenti. Atë s'm pëlqen. Ka sa të duash. Unë i shikoj kështu. Të çashigjetari është direkt duke gjykuar. Po ti çfarë do të çfarë do të autori me këtë. Si mund shkosh në dasëm? Unë kam thënë që duam vëmendje, bëjnë kështu kod sikur, pse nuk lihet i bari, po. Unë mendoj që duhet më koni dress code, ligj. Aja është dihet mo, nuk bën me bogara me nusën. Adin, mu ka njerë edhe nusët që din që vesh në ma ekstravagante, ma kështu, më vesën, që ki me vesh? I tham,
Absolutisht diçka që bën gara me ty. Ti e ke pjesën tonë dhe ti e ylli mramjes. Unë s'ka rëndësi, unë e vesh një fustan që Do gjej një fustan edhe. Po, s'është që Mendoj që edhe një fustan i mëndafsht, silk, mund të jetë me ripa, mund të jetë mund të jetë shumë minimal, elegant. mund të jetë shumë i elegant. thjesht Po. elegant, po nuk japi shumë zër, domethënë se s'kam qef me ranë sy ma shumë se nusja. Përveç- S'ka kuptim. Makes sense. Përveç vetes që është ky bashkëpunim, ke diçka tjetër me ndonjë nga artistët, ndonjë bashkëpunim apo solo, një S'po mi përmend emrat, unë tash çështë se ka kemi një EP për shembull nga ty? një pi jo hala nuk i kom hi fillit Po. ashtu. Jam të punu edhe në anën artistike muzikore, po edhe në anën popullore të muzikës, se po duhet me nxjerr sene që me pa njerëz që unë jam të kontribuar te kjo pjesa tjetër se ka njerëz që s'jam të informuar. Te pjesa e popullores ka disa duete, nuk e di kur do të dalin, po ka me pas me emra të mëdhenj muzikës shqiptare, kështu që Shumë interesante. shumë të nderuar. Po. Shumë interesante kjo pjesë. Më pëlqen kjo vesa e transformuar pak, le të themi, sepse ke pasur një periudhë të karrierës tënde që thuje jo, domethënë kam një fokus dhe këtë dua të mbaj. Edhe tash më vjen mirë që e ke kuptuar. Njeri hap horizontet edhe kur nuk stagnon artisti edhe ka potencë me i bë të gjitha zhanret muzikore, Se jo. pse mos Se me i jo, bë, po. domethënë Se të mu mri. kufizohet tek diçka Po, që shumë mirë për artistat që janë me një zhan muzikor, është për të duar trukitur se edhe kur Çekiçi domethënë e rrehe kur i vesh me një vend, domethënë ka sukses, hala ma shpejt edhe ma shumë, po kjo pjesa kur të hapësh është pak më e vështirë me pas sukses të një pjesë, po nuk i dihet asnjëherë. Domethënë mundesh me dhënë se Kjo- diçka që ti s'ke kontribu hiç. Kjo ndodh edhe jashtë shtetit, për shembull si Lady Gaga që është një artiste me super hite radiofonike Just Dance, bëri një pauzë gjigante, them 4 vite për mua janë tepër që filloi ju fut musical, domethënë nga Just Dance në Fly Me to the Moon, që jashtë shtetit kjo konsiderohet popullorja, pra kur ti kalon pak në jazz ose në Ashtu. country, Po. dhe ndryshoi totalisht, u fut në një rrugë që nuk e prisja dhe e adhuroi dhe atë anën Ama e saj tjetër. industria e muzikës në Amerikë, në SBA është më e gjerë, domethënë pranohet lloj zhanri variacion, muzikor, po ka shumë variacione. Country, E të ne është rock. pak më e vështirë, domethënë se është më kufizuar dhe dush me bë çka kërkohet me të vërtetë te publiku, domethënë atje ke mundësi ti me imponu Po, se pranohesh. ndjekësit e tu, Me po, imponu të bësh ti si trend, artist, po. ama tek ne është Do më zor ndjekësh me trendin, imponu, po. po, dush me ndjek. Ti mundesh me imponu në momentin që ti si pozicion si artist je shumë lart, edhe atëherë mundesh me nxjerr çfarë do lloj këngë dhe të pranohet. Jo më larg se Ariana Grande që në pikun e verës nxori një këngë, një baladë që Po. të gjithë janë kështu. Pranohet. E tash një Veti, artist Bravo. që është as këne as anej, po me nxjerr çan nxjerr këta në ver, kjo nuk dëgjohet, që Po. kjo dëgjohet në ver, unë dëgjoj çdo Baladë gjë në në verë, ver. po jo, mos e Depresion mason në dupsi ver. dupsi. Unë vdes të udhtoj në ver, të dëgjoj muzikë shqip, po muzikë kështu. Qëlla. Dram, komplet. Me vërtet? Balada mbaroj. Pra që kanë dhe pak ritëm, po Nuk kanë vdesin kur tekst. baladat, është shumë vërtet. Kanë tekst. Unë vdes të këndoj kur jam duke udhëtuar. Hajt këna pak? Kur jam duke udhëtuar. Hajt këna pak? Kur jam Bëj- duke bëj Bëj kështu udhëtuar. duart sikur je duke i dhënë makinë. Hajde. Kur jam duke udhëtuar. Cilën Çfarë këngë? këngë t'ju këndoj? Aha. Ma nis ti gënjeve pak, please, edhe po të shoqëroj unë që mos Hajt, trembem. ti ma shumë son. Gënjeve kur the do të du për gjithmonë. Sot ja ku jemi më the unë po shkoj. Me nove dolem do Nuk dua lutë të mozi. fliq. Mi pudhe ti do të dhe më ngule një thik. Thash thikën në Bravo, fund. Veç në fund. va. Ajo e thika E thash ishte thikën më e në fund. bukura. Po, ishte. Pjesa më e bukur e Po nuk refrenit. dua të ndërhyj tani. E kuptoj diplomacinë tënde tash, Si Janita. një peshore që jam. E mat kjo kështu, Është diplomate. Jam një diplomate e vërtet. Gënjeve ishte mbyllja më e bukur që mund të bënim në këtë program sot, me zërin fantastik të Vesës. Je shumë e veçantë në stil, Shumë faleminderit. në vokal. Domethënë, nëse Faleminderit dëgjon juve që më vlerësoni. Vesën në radio, sidomos në radio, domethënë ti kupton që po. Kjo goca mund të ta bëj mishin kokër, mund të ta emocionoj, mund të të bëj dhe të kërcesh në të njëjtën kohë. Po. Domethënë e ke këto efekte dhe gjithnjë më tepër, po e tregon më së miri që publiku nuk të ka besuar më kot.
Shumë faleminderit për publikun që për këto 22 vite karrierë me batica, zbatica, me pauza, me lëmshin ndonjëherë që më ka kriju në karrierë, më kanë besu, disa kanë qëndru besnik, disa se më kanë besu, pastaj më kanë besu, ende po krijoj atë rrugtimin tim që po besoj një ditë të bukur do arri aty ku kam qëllimin. Po faleminderit juve si media që gjithmonë gjatë periudhave të mia të karrierës, qoftë ku më kom poshtë, qoftë nalt, gjithmonë më keni pas pjesë të top listave, gjithmonë pjesë të emisioneve, nuk më keni harru, edhe njerëz si ju që jeni pjesë të këtyre mediave, personalisht më keni shkrujt në për Instagram, në për rrjetet sociale, në përgjithësi, në telefon, edhe më keni jap lavdata, më keni jap motiv për me vazhdu tutje, edhe më keni vlerësu që mu më japin motiv më shumë me vazhdu tutje. Unë, si peshore që jam, vërtet jam diplomatike, por nuk i shkruaj njerëzve që vërtet nuk kam gjatë. Aty nuk e di unë, po unë e marr personale dhe ti qysh që shumë duke dhe wow. Vërtet nuk shkruaj me superlativa për diçka që jam nëse shkruaj me superlativa, komplimentoj, e bëj vërtet me zemër sepse më ka goditur ai produkt. Edhe unë e ndjej se unë funksionoj shumë me energji. Unë e ndjej. Vetë e bukur e ka shpirtin e ka zemrën e bukur. Mua pëlqen më shumë njerëz me zemrën. Ne do ta dëgjojmë gënjeve, po pasi të Veç ta them edhe një gjë. Unë një gjë them, nëse kam mri pak sadopak në karrierë, veç shpirti i mirë më ka pru. As talenti se talent kanë shumë, nashta të bukur janë gati gjithë sot nuk ka njerëz. Zemrën e bukur. Zemra më ka pru, zemra mirë deri çto ku jam. Dhe ne të uroj me gjithë zemër, ti të kesh sukseset që ndërron edhe karrierën gjithmonë në rritje, duke na sjell hite shumë të bukura dhe të bësh gjërat që ti do vërtet. Ne jemi në fund të pardon edhe për këtë të mërkur, mbaroj. Kaq ishte edhe për This is the end. This is the end. Mund të rrim dhe një orë. Hold your breath. Mund të rrim me vesë, pas emisionit. E mbyllim me gënjeve, dëgjoni një super hit jo vetëm të kësaj vere, por të shumë verërave në vazhdim. Gënjeve West Side Family dhe Vesa Smolica, të mërkurën tjetër, ciao.